Përshëndetje për të gjithë, bazuar në ninin 35, 36, 37, 42 të ligjit numër 03L14 për vetë qeverisje lokale, hymni, fjolla e Mirsa Ordhese, pastaj është kryesuesi i mbledhjes fton anëtarët e kuvendit, fjolla për shëndetje e kryetarit të komunës dhe mbyllja e seancës. Ne po fillojmë me pikën e rënditur, të nderuar përfaqësues të institucioneve komunale në Drnas. Së pari kërkoj 1 minutë heshtje për dëshmorët e rënë për liri. Lavdi. Të komunës tonë, mirë se keni ardhur në këtë mbledhje inauguruese të kuvendit komunal. Pasi ro fati jam që të jam antari më i moshuar në asamblenë e tashme të kuvendit komunal në Drnas, shfrytëzoj rastin të ju përshëndes në emër të asambleisë dhe të gjithë juve pjesëmarrës, të familjeve të dëshmuarve, veteranëve të luftës, përfaqësues të institucioneve, duke filluar nga përfaqësuesit e policisë së Kosovës, përfaqësues e bashkësive fetare dhe përfaqësues të strukturave komunale qytetarë të komunës Drenosi dhe kryetarin e komunës Punim të ngusht me asambleistët për interesat e popullatës të komunës tonë, pa dallim partie apo grupit partijak. Në vazhdim, ju uroj sukses edhe punë të mbarë të gjithë asambleistëve të kësaj garniture me shpresën se do të jemi unik në vendimet tona për zbatimin në planit zhvillimor dhe urban, për krijimin e bazamentit për zhvillimin ekonomik, social, shëndetësor, në krijim të kushteve më të mira për arsim, si në infrastrukturën e objekteve dhe pajisjeve teknologjike, po ashtu edhe në personelin kadrovik. Për fund edhe njëherë urime të gjithëve dhe punë të mbarë. Pas kësaj, ftojmë dhënien e betimit nga anëtarët e kuvendit të komunës. Ju bashkarisht e vazhdoni. Po. Unë Liman Krasniqi, betohem se do t'i kryej me nder, besnikëri, pa anime, e me ndërgjegjje dhe sipas ligjit e tyra dhe do t'i ushtroj autorizimet e mia si antar i kuvendit e komunës së Drenosit në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Në fund pra të gjithë, dëshmit që e keni përpara i mushni, si mas përshkrimit dhonë dhe i dorëzoni te sekretaria për më të tjerë. Faleminderit. Në vazhdim, ftojmë edhe kryetarin e komunës për dhënien e betimit. Bazuar në nenin 57 të ligjit numër 03L014 për veçqeverisje lokale, me rastin e zgjedhjes kryetarit komunës, ja betimin ose deklarohet solemne para anëtarëve të kuvendit dhe do të ushtroj kompetencat si kryetari komunës Drenosit, Llogocit, me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin, në mënyrë që të siguroj kushtet për një jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Faleminderit.
nderuar i udhëheqësi i seancës solemne, zoti Krasniqi, të nderuar krishtlindtarët e Kosovës, nderuar komandant i stacionit policisë, përfaqësues të bashkive fetare, media, përfaqësues të forit të OSB-s, zonja dhe zotëri, mysafirë të kësaj seance. Jam i nderuar dhe privilegjuar që për herë të katërt të mbaj fjalim para të zgjedhërve të përbërjes së re të kuvendore në kuvendin e Drenazit në zemrën e Kosovës. Një ditë gjatë 4 viteve jam plotësisht politik, me integritet, i zgjedhur nga qytetarët që dhanë shumë për lirinë e Kosovës. Me kanë zgjedhur qytetarët që dhanë shumë për shtetin ndërtim. Qytetarët që ishin pjesë aktive rezistencës shekullore që kulmoi me ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe çlirimin e vendit. Të nderuar asambleist dhe asambleiste. Në këtë fjalë shkurtër, rasti rrethëksoi përkushtimin tim për qeverisje të bazuar në ligj, me transparencë dhe llogaridhënie, qeverisje të mirë, e cila çdo vit mbetet faktor vendor e ndërkombëtar, çdo vit motet nga faktor vendor e juve. Shpresoj të behemi 10 herë kampion qeverisjes mirë në nivel vendi. Uniteti kësaj përbërje të kuvendit pres të sjell projekte të mira për qytetarët. Jam i gatshëm të punoj bashkë për mirëqenien e qytetarëve, do të finalizojmë projekte në proces si dhe projekte të reja. Të nderuar të pranishëm, qytetarë të dashur, bashkë pres të bëjmë punë të mira, duke zbatuar ligjin gjasa e mundësi të barabarta. Uniteti i grupeve kuvendore, bashkëpunimi me qytetarët dhe nivelin qendror do të sjellë energji pozitive për ta bërë Drenazin sa më tërheqës për të jetuar, për të punuar dhe për të investuar në zemër të Kosovës. Dua të falenderoj përbërjen kuvendore Drenazit në mandatin 2021-2025 me juve. Gjatë vitit që vjen, shpresoj fort se titullin qytetar nderi do t'u japim këtu në këtë salë heronëve tonë të luftës dhe paqes dhe asambleist. Me lejoni të shpreh nderimin dhe konsideratën për të gjithë qytetarët e komunës tonë, të cilët gjatë procesit zgjedhor manifestuan kulturë, mirësjellje dhe mirëkuptim për qytetarë. Jam azin gjinore dhe respekton bindjet e ndryshme politike. Jam i lumtur të jem kryet komunës e cila është shembull i qeverisjes mirë, transparencës dhe llogaridhënies. Bashkë do të bëjmë të mirën për qytetarët kampion të komunës 7 herë kampion në zemër të Kosovës. Faleminderit. E shpallë seancën e mbyllur. Ju falenderoj të gjithëve.